për 27 vite shërbeu në Korçë, së fundmi si mitropolit. Këtë të diel, Ioan Pelushi u rikthye për herë të parë si kryepeshkop. Ai u prit me duar trokitje dhe gëzim nga besimtarët ortodoks. I denju. Aksion. I denju. Për shumë vjetë o kryezot. Kryepeshkopi i Shqipërisë dha mesazhe shpresse. Që rruga e jon kalon nëpërmjet kryqit, nëpërmjet vështirësive e sakrificave. Për të arritur në dritë, duhet të kalojmë nëpërmjet errësirës e të kemi kurajën që na jep kryqi. Kryqi është një ndihmëse jashtëzakonshme. Ai u përshëndet me emocion me besimtarët e Korçës, ku tani më do të shërbejë në kryepeshkopatën e Shqipërisë në Tiranë. E dua t'i falenderoj të gjithë klerikët e Dioqezës Korçës për mbështetjet që më kanë dhënë. E të gjithë besimtarët, të cilët janë përpjekur për ta ndihmuar kishën. E ndarja nga një kohë kaq e gjatë nuk është e lehtë. Megjithatë, ne ndajemi përkohësisht, sepse të gjithë si të krishterë besojmë që një ditë do të takohemi në qiell së bashku, kështu që ndarja është e përkohshme, po dhe ndarja e përkohshme sjell një lloj trishtimi. Unë do lutem për këtë dioqezë, sepse një pjesë e shpirtit tim, e jetës time është këtu. Kryepeshkopi Ioan pritet të fronozohet të dielën e 29 marsit, ndërsa ai u zgjodh kryepeshkopi i Shqipërisë pasi vendi mbeti bosh pas vdekjes së Anastasian Ullatusit.